Studiuesi aurontar ka dhënë alarmin mbi ndërtimin e resort manastirit brenda zonës së mbrojtur të parkut të Butrintit, dikur Ministria e Turizmit e asaj kohe fliste për një pikë të voçkël, por kjo pikë sa vjen dhe po zgjerohet postimi i plot i aurontares. Pikëza e vogël e ministres Kumbaro, jo vetëm u shkatrua një vendbanim antik, por u falsifikuan edhe dokumentet e raportet e gërmimeve të mëparshme. Në këtë mënyrë, Ministria e Zonjës Kumbaro i hapi rrugë ndërtimit të resortit me ndihmën e drejtuesve të Fakultetit të Arkeologjisë. Vetëm 10 metra nga kjo kull mesjetare gjendet muri i Demës, një vepër fortifikuese e shekullit të 4 para Krishtit, unikal në ndërtimet fortifikuese antike. Murin e Demës, një vepër monumentale ndërtuar diku më shumë se 2300 vjet të shkuara midis Sarandës së sotme dhe Butrintit antik, një mur i ndërtuar me gur të mëdhenj sjell nga guroret antike, u ngrit pikërisht për të mbrojtur qytetin e Butrintit në pikën më të ngushtë ku liçeni i famshëm i Pelodesit antik, liçeni i Butrintit, lidhej me detin. Banorët e ngritën këtë vepër monumentale ku për 300 vjet me radhë qëndroi atje krye lart për të ndalur hordhitë e barbarëve ndaj qytetërimit. Nuk e prishën as romakët, as hunët, as ostrogothët, gotët, slavët, pečenegët, avarët, më vonë normanët apo edhe më vonë otomanët. Muri i Demës i rezistoi kohës duke mbërritur deri më sot i patrazuar dhe i paprishur nga asnjë hordhi barbare. Për këtë arsye u përfshi në hartën e kufive të parkut kombëtar të Butrintit deri më sot. Shikoni pamjet e transmetuara nga zëri i Amerikës mbi atë që po ndodh vetëm 100 metra nga ky monument madhështor. Për momentin më duk sikur zëri i Amerikës kishte ngatruar kronikën duke treguar bombardimet në Gaza, por jo. Zëri i Amerikës ishte i qartë. Pamjet e transmetuara tregonin se çfarë po ndodhte në pikën e voçkël të ministres së kulturës Kumbaro, e cila i tregoi jo vetëm kolegëve të saj deputet, por edhe publikut se nuk kishte asgjë të keqe që në emër të zhvillimit ta hante pak nga kufinte e Butrintit. Askush nuk foli. Kolegët deputet u lën kokën, fundi i fundit, ku ishin barbarët. Muri i Demës kishte pritur më kot një, mori shekuj dhe barbarët nuk ishin dukur gjëkundi, përse i shërbente civilizimit ky mur.